Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës nga data 16 deri në datën 22 shkurt. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit shkurt, sepse përfshihet i gjithë muaj, videot e javës, video me tema për dashurinë, por dhe tema të ndryshme, por edhe të videot e vitit 2026. Gjithsesi ju bëj me dije për gjithë ata që janë të interesuar për hartën astrologjike, mund të kontaktojnë në WhatsApp. Atëherë do shohim energjinë për gjitha shenjat e horoskopit me radhë. Dhe fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Dhe kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të zjarit që jeni ju vetë, por kemi dhe energjinë e shenjës së Demit. Gjithsesi në fillim të kësaj jave, ju shoh që ju do ndjeni shumë të sigurt në lidhje me mbylljen e diçkaje. Ndoshta dëshironi të mbyllni një punë, një partneritet ose të mbyllni situata të vështira në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Por ndërkohë shoh që do ndjeni shumë të sigurt në lidhje me diçka që dëshironi të mbyllni. Por unë shoh që do keni disa konflikte ose mund të jetë edhe një lloj egoizmi që mund të keni në njohjet ose lidhjet tuaja, por në rastin tjetër mund të jetë një konkurrencë te vendi punës. Unë shoh që ju dëshironi të riskoni në lidhje me çfarë do lloj situate që të jeni. Në rastin tjetër shoh që mund të keni dhe disa konflikte në lidhje me një fillim të ri që ju dëshironi të bëni. Dhe tham, mund të jetë një fillim i ri në dashuri, një njohje re, ju ndjeni entuziast, dëshironi ta bëni këtë fillim të ri, por dëshironi dhe të riskoni. Mund të dëshironi të bëni fillimin e një biznesi, një pune të re, një kurs, një trajnim ose diçka tjetër, por ka lidhje me fillimet e reja. Gjithsesi unë ju shoh në fund të javës do ndjeni entuziast për të hedhur hapa para, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike. Por dhe në situata dhe çështje të ndryshme që mund të keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe ra përsëri kjo letër, gjithsesi këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjave të zjarit, energjitë shenjave të tokës, dhe kemi rrotën e fatit që ka 4 energji, është energjia e shenjës së Demit, shenja e Akrepit, shenja e Luanit dhe shenja e Virgjëreshës. Domethënë është edhe energjia juaj këtu. Gjithsesi në fillim të javës shoh disa tensione në lidhje me ju. Mund të jenë tensione në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Mund të jetë një konkurrencë te vendi punës, por mund të jenë edhe konflikte të ndryshme në grupe njerëzish. Mund të jenë grupe shoqërore ose nuk e di, mund të jetë në familjen tuaj, por më tepër ka lidhje me grupe shoqërore ose në ambientin tuaj të jashtëm. Gjithsesi në mesin e javës ju shoh që do tregoni shumë të mbyllur në lidhje me këto konflikte ose tensione që mund të krijohen, dhe në fund të javës shoh që fati do t'ju ndihmojë, do jetë në anën tuaj, ndoshta për t'i sqaruar këto situata dhe për t'i dhënë një drejtim më të mirë gjërave në lidhje me gjithçka. Për një pjesë prej jush mund të keni konflikte në lidhje me disa para, me marrjen e disa parave, ose mund të jetë një konkurrencë te vendi punës, dhe kjo ka lidhje me që ju dëshironi të rrisni anën tuaj ekonomike, ku secili lufton për vete, por konkurenca ka dy anë të medaljes. Ka konkurencë të ndershme, ku secili lufton për vete për të pozicionuar në një vend pune më të mirë,
ose për të rritur të ardhurat tuaja, për të pasur një pagë më të mirë, por ka dhe konkurrencë të pandershme ku mund të jenë persona që mund të flasin për punën tuaj, ndoshta përdorin një gjuhë të ëmbël mund të them, por duke pasur qëllime dashakeqëse brenda. Duhet keni kujdes në lidhje me këtë. Gjithsesi unë ju shoh që ju do merrni disa para në mes të javës, mund të jetë që ju jeni duke hequr disa shpenzime, disa kursime, por në rastin tjetër mund të mendoni dhe për të investuar diku. Mund të jetë një investim te fëmijët tuaj, një investim në punën tuaj, mund të jetë një investim te shtëpia, ose në lidhje me një partneritet, me një biznes, ose mund të investoni për të bërë një kurs, për të pasur një trajnim ose diçka tjetër. Gjithsesi, e rëndësishme është që fatin e keni në anën tuaj për t'i çuar gjërat para. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju mund të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, dhe kemi përsëri rrotën e fatit. Ju shoh në pritje dhe fati ju ndihmon. Çfarë do që të prisni? Nëse ju jeni duke pritur një person, një dashuri ose për të futur në një njohje, ju shoh që duke parë gjërat që ju rrethojnë, ju do filloni të bëni plane afatgjata. Ndoshta dëshironi të futeni në një njohje që ta çoni para. Ose në rastin tjetër, për gjithë ata që janë në njohje, në lidhje ose në marrëdhënie, mund të jeni dhe në pritje të një përgjigjeje. Ndoshta për pjesën e personave që janë në njohje ose lidhje për ta çuar para, dhe ju shoh që në mesin e javës jeni duke bërë plane afatgjata në lidhje me gjithçka. Duke parë gjërat që ju rrethojnë, ndryshoni këndvështrim, por ndërkohë jeni edhe duke planifikuar të ardhmen tuaj. Ndërkohë mund të jeni duke pritur një shtatzanim, mund të jeni duke pritur një përgjigje nga distanca, nga një person. Mund të jeni në pritje të një udhtimi, në pritje të një pune, të një partneriteti. Po çfarëdo që të prisni gjatë kësaj jave është një javë fantastike për ju, sepse ju shoh që fati ju ndihmon. Plus që jeni te energjia juaj këtu, sepse te rrota e fatit është te energjia juaj. Për t'i dhënë drejtim planeve tuaja të ardhshme. Këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave që mund të keni. Ju mund të keni kontrata të ndryshme, mund të jenë kontrata shtëpie, kontrata pune, kontrata martesore, varet nga situatat që keni. E rëndësishme është që është një javë vërtet fantastike në lidhje me ju. Më falni, ishte shenja e binjakëve, nuk kemi energjinë te rrota e fatit, është shenja e demit. Thjesht e rëndësishme është që java është fantastike për ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, energjia juaj, ju keni të bëni me energjinë e shenjës së luanit, energjitë shenjave të ujit që jeni ju vetë dhe energjitë shenjave të zjarit. Ju mund të keni ose ascendenten ose anën dhe në këto shenja. Gjithsesi ju shoh që keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi. Mund të keni kaluar sfida dhe vështirësi në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Sfida në lidhje me punën, me anën ekonomike, në shtëpi, në familjen tuaj. Gjithsesi unë shoh që ju do të gjeni forcën për të vazhduar përpara. Për një pjesë prej jush, ndoshta do keni një takim me një person, do ndjeni shumë emocional, ju shoh mund të keni njohje me një person të ri. Në rastin tjetër duke lënë diçka mbrapa, por për pjesën tjetër ju shoh që ju mund të keni një takim, mund të bini më të gëzuar ose të keni lajme të mira që do t'ju gëzojnë, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me familjen, me shtëpinë,
Ju mund të shkoni dhe diku për të argëtuar me familjen, me fëmijët tuaj, por në fund të javës duhet keni kujdes sepse shoh shumë egoizëm midis dy personave. Në dashuri flasim këtu, ju mund të jeni të konkuroni me partnerin ose me partneren tuaj, të ketë një lloj konkurrence ku secili mbron ato gjërat e veta, ndërsa në rastin tjetër mund të keni disa tensione. Mund të jenë tensione në lidhje me shtëpinë, shoh më tepër, në lidhje me fëmijët tuaj. Ose në rastin tjetër mund të jetë te vendi punës, ku ju aty do shihni, mund të aplikoni diku, atë shkoni për të konkuruar dhe do kuptoni që atje ka shumë konkurrencë, por secili lufton për veten e vet. Kështu që ju do luftoni përballë kësaj konkurrence të fortë që do keni. Mund të jetë dhe një konkurrencë që është te vendi punës, mund të jetë një konkurrencë në shoqërinë tuaj, ndoshta kush vishet më bukur, kush është më bukur, varet nga situatat që keni. Gjithsesi, duhet keni kujdes sepse shoh tensione, konflikte dhe një lloj konkurrence në lidhje me dashurinë, me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike në fund të javës. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, dhe kemi energjitë shenjave të ujit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, në fillim të javës, ju shoh që ju bini në gjendje pagjumësie, do jeni duke menduar në lidhje me dashurinë, me një njohje, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por është një situatë që ka vazhduar për një kohë të gjatë, ose në lidhje me punën nga ana ekonomike, në lidhje me pjesën e dokumentave për një pjesë tjetër, mund t'i merrni situatat si i keni. Dhe ju shoh që do bini pak të mërzitur në mes të javës, ju ndoshta mund të merrni dhe një zhgënjim, për një pjesë mund të jetë një zhgënjim në lidhje me dashurinë. Këtu normal që nuk përfshihen të gjithë, nuk duhet i merrni personale leximet e përgjithshme, por gjithsesi unë shoh një trekëndsh, ose ju jeni duke menduar në lidhje me këtë, mund të jetë një person i tretë që është futur në jetën tuaj, ose mund të jeni ju ata që mund të jeni futur. Secili t'i marri situatat si i ka. Ose ju mund të jeni dhe të mërzitur, mund të ndjeni të lënduar nga disa tensione që keni kaluar për një kohë të gjatë. Kjo mund të ketë lidhje me fëmijët, mund të ketë lidhje me shtëpinë, mund të ketë lidhje me anën ekonomike, me dokumenta të ndryshme, por dhe me situata të ndryshme që keni. Gjithsesi, në fund të javës shoh një rikthim. Mund të rikthehet një person nga e kaluara, ose do takoni një person të familjes tuaj në një rast, ose ju do t'i mbështesni fëmijët tuaj shumë fort gjatë kësaj periudhe në fund të javës, por në rastin tjetër mund të jetë që mund të rikthehen çështje dhe situata nga e kaluara juaj. Që varet, këto mund të jenë situata nga më të ndryshmet në lidhje me dashurinë, një person, në lidhje me punën, me një zhgënjim që mund të keni marrë nga një person i së kaluarës. Por në rastin tjetër mund të ketë lidhje dhe me situatat e dokumentave, me anën shëndetësore për një pjesë prej jush. Nuk e theksova, në fillim të javës duhet keni kujdes sepse ju shoh të lodhur, pa gjumë, ndoshta edhe në lidhje me shëndetin tuaj. Gjithsesi, kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Kemi energji të shenjave të tokës, energji që jeni ju vetë, energji të shenjave të zjarit, por përsëri energji të shenjave të tokës. Atëherë ju shoh që mund të keni dhe ascendenten ose hënën në shenjat e tjera të tokës ose të zjarit.
Gjithsesi, shoh që tregoni pak të mbyllur në lidhje me një dashuri. Ju dëshironi të bëni një fillim të ri, sepse jemi te hënë e re këtu. Dëshironi të keni një takim me këtë person, të ndiheni mirë, të kaloni mirë me personin, por thjesht tregoni pak të mbyllur. Ndërkohë, për pjesën tjetër, mund të jeni pak të mbyllur në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Por gjithsesi unë shoh që do keni në mesin e javës, keni takime, ndjeni entuziazm, por do harrini të stabilizoni situatat në lidhje me dashurinë. Ndoshta do hidhni themelet forta në lidhje me një njohje që do bëni, por edhe në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Disa prej jush mund të jeni dhe midis dy personave, jepni dhe merrni me dy persona, por është një person që vërtet ju tërheq më shumë dhe dëshironi të jeni me këtë person. Gjithsesi, do merrni disa para në fillim të javës, është një shumë e konsiderueshme parash, do jeni duke menduar, ndoshta për të hequr disa kursime, për të bërë investime të ndryshme. Mund të jetë një investim në shtëpi, në familje, te fëmijët tuaj, por mund të jenë dhe investime te vendi punës. Varet nga pozicionet që ju keni. Gjithsesi, në mesin e javës shoh që ju do harrini të stabilizoni gjithçka. Dhe këtë mund ta merrni dhe në situata të ndryshme që jeni, në lidhje me kontrata. Një pjesë prej jush i shoh në një zhvendosje shtëpie. Ose ju mund të bëni një investim te shtëpia juaj. Dhe do jeni duke e festuar këtë gjë, do ndjeni shumë entuziazm, mund të keni kontrata të ndryshme gjatë mesit të javës. Ndërsa në fund të javës shoh që do merrni disa para dhe ashtu si do t'i merrni, ashtu do t'i shpenzoni. Sepse mund të jeni duke ndihmuar fëmijët tuaj, mund të jeni duke bërë pagesa të ndryshme që janë të nevojshme në lidhje me ju. Gjithsesi, është një javë shumë e mirë për shenjën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë për shenjën tuaj. Atëherë jemi te energjia e shenjave të ajrit që jeni ju vetë, energjia e shenjës së Briciapit dhe energjitë shenjave të tokës. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Në fillim të javës shoh që ndoshta keni kaluar vështirësi, keni marrë eksperjenca, do filloni që të merrni vendime të rëndësishme, me shumë mençuri ju shoh këtu, por do filloni të përdorni logjikën në lidhje me gjithçka. Dhe kjo ka lidhje me një situatë tensioni, situata toksike, persona toksik që mund të keni afër vetes tuaj. Mund të jenë dhe varësi të ndryshme për një pjesë tjetër. Mund të jetë varësi ndaj alkoolit, varësi ndaj cigares, varësi ndaj ushqimit, por mund të jenë dhe varësi të ndryshme që ju duhet i dini më mirë. Mund të jenë varësi fizike, se nuk e tham edhe këtë. Gjithsesi shoh që ju ose keni të bëni me persona që janë shumë toksik, që i keni rreth vetes, mund të jenë te vendi punës, por edhe në grupe njerëzish. Dhe ju shoh që ju mund të keni të bëni me persona toksik, me situata toksike, me disa tensione. Gjithsesi, këtu kemi energjinë e Saturnit që tregon që ju gjithsesi, pavarësisht situatave që mund të kaloni, tregon që ju do merrni ato mësimet tuaja në lidhje me këto situata dhe do filloni të jeni më të organizuar në lidhje me gjithçka. Por në fund të javës ju shoh përsëri të trishtuar. Ndoshta po të vësh re këtu, disave prej jush ju mungon një dashuri, ju mungon një person. Për pjesën tjetër mund t'ju mungoj dhe ana ekonomike, në fund të javës ju mund të shpenzoni shumë dhe të ngeleni me pak para në përduar dhe aty nuk do ndjeni mirë. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që duhet të keni kujdes në lidhje me lodhjen, sepse ju shoh që ndjeni shumë të lodhur, keni nevojë për një pushim, por ndërkohë duhet keni kujdes dhe në lidhje me shëndetin tuaj. Disa prej jush mund të kenë lidhje me institucione shtetërore, me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me ligjin, me shtetin.
mund të jenë disa situata të vështira, nuk e di, tensioni, stres, ose mund të keni të bëni dhe me persona që mund të jenë të tillë, nuk e di, ose me varësi të ndryshme. Dhe ju shoh në një situatë në fund të javës, më vjen keq që erdhi kjo energji, por më duhet ta lexoj kështu si është. Në fund të javës ju shoh që do bini të trishtuar, do jeni duke menduar në lidhje me persona që mund të keni pasur me dështime në jetën tuaj, me humbje që keni pasur në jetën tuaj. Thjesht duhet të dilni nga kjo energji. Gjithsesi, këto një javësh do kaloj shpejt. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së akretit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ne shohim energjinë që do ketë për këtë javë edhe për shenjën tuaj. Atëherë erdhi një energji fantastike, kemi energji të shenjave të ujit që jeni ju vetë, energji të shenjave të zjarit dhe energjia e shenjës së dashit. Gjithsesi në fillim të javës ju shoh në flerte, ju shoh në romanca. Do keni një komunikim nëpërmjet rrjeteve sociale, ndoshta mund të njihni një person nëpërmjet internetit. Do keni lajme të shpejta ose ju mund të jeni të lidhur shumë me internetin, mund të komunikoni gjatë gjithë kohës në internet, por ju shoh edhe në udhëtime, si në fillim të javës edhe në mes të javës. Për një pjesë tjetër do merrni lajme të mira në lidhje me aplikime të ndryshme që mund të keni bërë. Mund të jetë një aplikim për një vend pune, për të larguar jashtë shtetit, mund të ketë lidhje me studimet tuaja. Gjithsesi shoh që këtu do keni lajme, shoh 2 herë këtë lajme të shpejta, do veproni shumë shpejt dhe ju shoh që do jeni në udhëtime. Dhe këtë mund ta merrni si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, mund të keni dhe kontrata të ndryshme gjatë mesit të javës, por është një javë fantastike dhe në fund të javës ju shoh që ju do merrni iniciativa. Jemi te energjia e Marsit këtu, Marsi është planeti juaj i parë, dhe unë ju shoh që do merrni iniciativa në lidhje me gjithçka. Mund të merrni iniciativa në lidhje me një dashuri, me një njohje të re. Në rastin tjetër mund të jetë një njohje që do ndodhi nëpërmjet internetit, rrjeteve sociale. Për pjesën tjetër do merrni iniciativë mbasi të merrni një përgjigje ose të merrni një email, ju mund të keni aplikuar, tham për një vend pune ose për të larguar, por aplikimet mund të jenë nga më të ndryshmet që mund të bëni. Dhe në fund të javës ju do jeni gjithë pasion, do merrni iniciativa për të çuar gjërat para. Për një pjesë tjetër do ketë kontrata, mund të jenë kontrata martesore, kontrata pune, kontrata në lidhje me shtëpie, në lidhje me largime jashtë shtetit. Gjithsesi ju shoh në një energji të fortë këtu, sepse jeni te energjia e Marsit, dhe shoh që ju do dëshironi që të bëni gjithçka, të jeni të parët për të çuar gjërat para, planet që mund të keni, por gjithçka varet nga një lajm që ju do merrni dhe do veproni shumë shpejt. Dhe shoh shumë tepër udhëtime këtu gjatë kësaj jave. Është një javë fantastike në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Shijetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, shohim energjinë. Kemi energji të shenjave të ajrit, energji të shenjave të ujit dhe energji të shenjave të zjarit. Jemi në një energji fantastike, sepse shoh që kemi mbretëreshën e princeshën e ajrit, kemi princeshën e ujit, kemi dhe princeshën e zjarit, që jeni është energjia juaj. Gjithsesi ju shoh që do jeni në një pozicion fantastik të javë. Ju shoh si në lidhje me dashurinë, shoh që është një person që vjen drejt jush, ka emocione, ju do ndiheni me shumë pasion në këtë dashuri,
ndoshta do jeni dhe në një pozicion të mirë, por ose mund të jetë edhe një person që është në një pozicion të mirë. Por gjithsesi unë shoh duhet keni kujdes nga një person zviqar që ju qëndron afër vetes tuaj. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje në lidhje me marrëdhëniet tuaja, ku do keni shumë diskutime, do keni lajme të mira, do t'i vendosni qëllime vetes, si në lidhje me familjen, me fëmijët, me shtëpinë, me punën, por dhe nga ana ekonomike ju shoh. Për një pjesë tjetër ka lidhje me dokumenta të ndryshme. Ju mund të keni lidhje me shtetin, mund të jetë një dokument për patent, mund të jenë dokumenta në lidhje me largime, në lidhje me qëndrimet e vendbanimi ku ju jeni. Mund t'i keni nga më të ndryshme. Dhe shoh që do merrni lajme të mira, do t'i vendosni qëllime vetes, por gjithsesi dhe në lidhje me punën, shoh një pozicion në karrierën tuaj që do jetë në një pozicion mbretëror, një pozicion shumë i mirë për ju. Mund të kapni një pozicion më të mirë te vendi punës ku jeni. Çfarë do lloj pune që ju mund të bëni. Gjithsesi është një javë fantastike. Ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Atëherë jemi te energjia e shenjave të ujit, energjia e shenjës së demit dhe energjia e shenjave të zjarit. Gjithsesi ju shoh që gjatë fillimit të javës do ndjeni shumë emocione ose ju do jeni duke shprehur emocione në lidhje me një dashuri, me një njohje, dëshironi të riskoni në lidhje me një person, por ose është dhe një person që dëshiron të riskojë në lidhje me ju. Dhe ju do të jepni fund një lodhje të gjatë për të bërë një fillim të ri. Për pjesën tjetër, shoh që do merrni lajme të mira nga fëmijët tuaj. Ndoshta fëmijët tuaj janë duke bërë diçka, po hedhin hapa para në lidhje me studimet, për një pjesë tjetër ndoshta mund të ketë lidhje me një biznes, me një punë, me një trajnim ose diçka tjetër, me një largim jashtë shtetit për një pjesë prej jush. Dhe gjithsesi në fund të javës ju shoh që sikur jepni fund lodhjes, çliroheni dhe do keni fillime të reja shumë të mira. Ndërsa për një pjesë tjetër, ndoshta një situatë që ju keni dëshiruar të bëni një fillim të ri, mund të jetë një punë e re, një biznes i ri, do merrni një lajm të mirë dhe do dëshironi që të riskoni në lidhje me këtë gjë, edhe pse do keni pak të ardhura në dorë. Shoh që ju mund të merrni përsipër edhe shumë punë njëkohësisht, ndoshta një projekt shumë të madh, shoh këtu, një bashkëpunim shumë të madh, ose një partneritet, ose ju mund të jeni duke mbyllur edhe një punë. Mund të mbyllni një lodhje që ka zgjatur për një kohë të gjatë, që mund të keni bërë disa punë njëkohësisht. Për pjesën tjetër mund të keni bërë mund të mbyllni një projekt, një bashkëpunim thamë, por mund të mbyllni një lodhje që ju keni marrë përsipër në lidhje me ndoshta mbani gjithë peshën e familjes aty dhe kjo gjë thoni ka ardhur momenti që të mbyllet dhe do ta mbyllni gjatë fundjavës dhe shoh një çlirim për ju. Gjithsesi është një javë fantastike, pavarësisht kjo është drejt mbylljes. Edhe për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Bricjapit, energjitë shenjave të ajrit, që jeni dhe ju vetë, dhe kemi energjinë e shenjës së Luanit. Në lidhje me ju shoh që nuk e di, ndoshta mund të keni situata toksike, tensione që mund të jenë në shtëpi, në familje, me fëmijët, mund të keni varësi të ndryshme, dhe këto varësi mund të jenë varësi ndaj ushqimit, varësi ndaj cigares, ndaj alkoolit. Mund të jenë dhe varësi fizike për një pjesë për jush,
ose varësi të ndryshme që ju duhet I dini më mirë. Gjithsesi unë shoh që ju keni marrë mësime në lidhje me vështirësitë që keni kaluar deri tani dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të jeni më të organizuar dhe të mendoni më me logjik në lidhje ose më me mençuri në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni, si në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por dhe në lidhje me punën ose nga ana ekonomike. Mund të jeni të rrethuar dhe me persona toksik. Gjithsesi, në mesin e javës shoh që jeni në kërkim të diçkaje ose ju mund të jeni duke menduar, mund të kërkoni një dashuri, mund të kërkoni një shtëpi, mund të kërkoni diçka tjetër, ndoshta për t'u larguar, për të shkuar diku. Dhe në fund të javës shoh që ju keni kaluar shumë sfida përsëri. Është një energji shumë e fortë që ju ndoshta mund të kërkoni diçka që është ide të reja që ju mund të keni në lidhje me punën ose diçka tjetër, një punë, një projekt, një bashkëpunim mund të merrni nga më të ndryshme. Dhe në fund të javës shoh që ka qenë një lloj karme në lidhje me ju, këto vështirësi që kanë ndodhur, sepse jemi te Saturni sjell karmën dhe fundi I javës këtu shoh që ju keni kaluar shumë sfida në jetën tuaj, por ka ardhur momenti që ju të gjeni forcën për të ecur përpara. Këto sfida mund të kenë qenë në lidhje me dashurinë, në lidhje me dokumentat për një pjesë tjetër, se nuk e tham, në lidhje me shëndetin tuaj, por dhe në lidhje me situata tensioni dhe stresi që keni pasur. Dhe e rëndësishme është që ju, ndoshta është dhe një javë karmike për ju, ju do gjeni forcën për të lëvizur përpara në lidhje me çfarë do situate, si në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe situata dhe çështje të ndryshme që ju mund të keni. Mund t'i merrni situatat si I keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Atëherë, shoh që keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të zjarit dhe energjitë shenjave të ajrit. Gjithsesi, mund të keni ascendenten ose hënën tek këto shenja. Në fillim të javës, shoh që ju do ndjeni më të sigurt, do keni më vetbesim, ndoshta një pjesë për jush mund të jeni duke pritur një lajm ose një mesazh, një SMS, dhe këtu flasim për pjesën e beqarëve, ose për pjesën tjetër në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme. Sepse e shoh shumë fort se jemi te energjia e tokës nga ana ekonomike. Ju do merrni një shumë të konsiderueshme parash dhe në mesin e javës do jeni në lëvizje, do keni romanca, do keni shumë pasion gjatë kësaj periudhe, por ndërkohë do keni kontrata të rëndësishme, do jeni në lëvizje në lidhje me punën, me anën ekonomike. Ju shoh në energjinë e zjarit që ju do keni atë energjinë e nevojshme për të lëvizur dhe për të kërkuar gjërat që ju dëshironi. Por në fund të javës shoh që nuk e di, mund të keni disa tensione, disa situata pak të vështira shoh, mund të keni kundërshtime mendimesh në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja në një rast. Në rastin tjetër shoh që këtu bëhet një padrejtësi. Dhe për një pjesë tjetër mund të keni tensionet e vendit punës ose situata po më tepër tensione, shoh që ju stresojnë, mund të keni kundërshtime mendimesh në lidhje me idetë që ju keni te vendi punës nga ana ekonomike, po mund ta merrni dhe në lidhje me dokumentat, në lidhje me shëndetin tuaj, por dhe situata të ndryshme që keni. Por gjithsesi shoh që në fund të javës duhet keni pak kujdes, sepse është një energji e tillë që ju ose do keni kundërshtime mendimesh ose këtu do ketë disa tensione në lidhje me gjithçka. Këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave. Atëherë kjo ishte edhe për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal.
Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për leximet private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Ju ftoj edhe një herë të ndiqni të gjitha videot e këtij kanali, videot e vitit 2026, sepse aty përfshihet i gjithë viti. Videot e javës, videot e muajit shkurt, por dhe video me tema për dashurinë dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, një mbasdite sa më të këndshme dhe një fundjavë sa më të këndshme për gjithë ju. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.